Redion, ajo që po themi u pa nga fansat ishte që në momentin që doli në skenë duke performuar, ai doli, pra mori në dorë flamurin e Kosovës dhe nuk kishte një flamur të Shqipërisë. A është kjo një shqetësim, po themi, apo duke pasur që është nga Kosova dhe s'është problem pse ka flamurin e Kosovës? Në Big Brotherin e Kosovës, Gjesi është veshur me kostum kombëtar dhe ka mbajtur flamurin e Shqipërisë dhe ishte le të themi një qasje dhe një veprim mos e normal. Edhe në natën finale, atit ju dha flamurin, nuk është se po e kërkonte me do e mos, por ai nuk mund të hedhi poshtë vendin nga vjen dhe shtetin e tij. Kosova është një shtet i lirë dhe i pavarur. Kjo nuk ka se si të lihet më njëjtë ose le të themi të tregoj një sjellje apo të tregoj Gjesi që unë jam shqiptar i Kosovës dhe nuk e di se çfarë mesazhi mund të kemë menduar në rrjetet sociale. Ai ndihet krenar për vendin e tij, ndoshta ka qenë edhe një mesazh për t'i treguar Big Brotherit të Kosovës se realisht unë ja dal dhe unë fitova. Unë mendoj që ka qenë një moment dhe një çast le të themi gëzimi se sa një sinjal për të dhënë një përçarje që për mua nuk ekziston, po thjesht në rrjetet sociale u sheh nga disa njerëz që pa profile nuk kanë se çfarë bëjnë, thjesht komentojnë për të nxitur një lloj përçarje që nuk ekziston, por e pash, siç e thash, më shumë një moment gëzimi dhe një lloj krenarie që pa diskutim është shqiptari i Kosovës dhe këtë nuk e mohojmë dot. Redion, a ishte e merituar fitore e Gjestit e këtij edicioni? 100%, një fitore mos e merituar për një lojtar i cili tregoi që nuk bën vetëm një Big Brother, por bën dy. Për gjatë këtij rrugtimi ai u fut në Big Brotherin e Shqipërisë pa njohur as një personazh VIP, pa njohur median kur është. Ju desh të luftonte me çdo banor nga i pari deri te fundit. Ai e tregoi që le të themi loja e tij ka qenë me provokime, duke parë dhe reagimet që kishin banorët që nuk e pranonin shpejt një shaka apo një batut nga ai, dhe ai i nxiste për të reaguar ata keq. Disa prej tyre dolën dhe me zarf të zi. Ai dha të gjitha ngjyra këtij Big Brother, ishte një lojtar që nuk pushoi, ishte një lojtar që shkoi tek publiku, tek masa, me lojën e tij, le të themi historia e tij me Eglit, mbajti të mbërthyer goxha shumë audiencën dhe i dha le të themi një pesh lojës dhe i dha një vëmendje të shtuar. Nga ana tjetër ai ka treguar që ka qenë një banor që nuk ka fyer rënd, nuk ka lënduar tek familja, nuk ka lënduar tek profesioni, ka dhënë mesazhe të mira se si një njerëz si ai i cili le të themi ka gabuar në jetë tani më po luftoi dhe luftoi për familjen dhe ja doli. Gjithashtu ai është dhunuar, është goditur si asnjë banor tjetër në këtë format të Big Brother dhe nuk e ka përkrahur asnjëherë dhunën, por le të themi është më njanjuar, duke dhënë edhe kështu një shembull tjetër që me dhunë nuk duhet i përgjigjemi dhunës, por duhet i përgjigjemi le të themi me një lloj qëndrimi të fortë dhe të mos rrënohemi kur na godasin apo kur duan që të na lëndojnë. Për mua është një fitore 100% e merituar. Pas shpalljes së fituesit dhe pas mbarimit të natës finale, në skenë u pa Egli duke takuar dhe prindërit e Gjestit. Ka pasur komente të shumta lidhur me një ftohtësi nga ana e Vjerrës në thonjza nënës së Gjestit, që ka takuar Eglin. Si e keni parë këtë takim? Duke qenë që raporti të dyve në Big Brother, le të themi, nuk ka qenë ai ideali apo nuk ka qenë i qetë, por ka qenë me tensione dhe me zhvillime dramatike. Sigurisht ata janë prindër të djalit të tyre dhe besoj që nuk i ka ardhur mirë ku kanë parë skena apo degradime të situatave, sidoqoftë edhe në surprizën që ata i bën Xhesit, në rastin konkret nëna, u tregua sërish le të themi një person jo shumë i ndjeshëm apo jo shumë siç do donim ne, por besoj që është tipi i saj. Ne nuk mund të ndërhyjmë apo të kërkojmë që personat të dalin nga vetja apo të kenë një sjellje le të themi më shumë të ngrohtë. Në lidhje me Eglin, edhe unë e pash le të themi takimin e tyre dhe po komentohet disi në rrjet që u tregua pak e ftohtë ose le të themi u tregua pak mendje madhe në Gjesit me Eglin, kur në fakt është Egli ajo që i dha një dorë lojës së Gjesit duke bërë më dinamike lojën e tij. Për mua këto gjëra besoj do të kalohen, duhet që të kalohen më me luk, më të thjeshtë dhe jo që
ti komentojmë çdo lëvizje, ajo sigurisht ka qenë le të themi në ato ndjenjat dhe në ato momentet e një fitorit të djalit të saj dhe një lloj krenarie ka dhe pse jo të mos e shfaqte, nuk besoj që e ka pasur në rastin konkret me Eglin, por lidhjen e tyre ka mbetet kohës për t'u parë. Dje ka qenë edhe after party i Big Brotherit edhe kanë dalë disa pamje ku Egli dhe Gjesti shikohen bashkë. A keni besim që marrëdhënia e tyre do të vazhdojë edhe më tej? Të dy ata e dinë le të themi fuqinë që ka ky raport që shkon tek audienca dhe tek publiku dhe që e mbushin pa diskutim rrjetet sociale. Ata të dy le të themi janë dy personazhe tani më të kërkuar të showbizit. Interesi është i shtuar për të parë se si do të jetë raporti i tyre, por një raport i cili është parë dhe brenda Big Brother që nuk ka qenë ato ujërat e qetë, ka qenë një Egli që kërkonte më shumë edhe një Gjesi i cili thoshte nuk shoh më shumë për të ardhmen, por ditët e fundit ai ka treguar që ka një lloj le të themi ndjenje të mirë të fortë për Eglin dhe ja ka lënë edhe kohës për ta parë se sa mund të shkojë le të themi marrëdhënia e tyre. Nuk është fundi botës edhe nëse nuk do të ketë le të themi një lidhje, ata për sa kohë ishin në Big Brother u treguan le të themi ndoshta edhe të zgjuar për ta përdorur në kuadër të lojës lidhjen e tyre. Besoj që duhet të jenë edhe më të zgjuar tani për ta mbajtur pasi interesi është i madh. Flasim për ndjenja dhe me ndjenjat nuk duhet të luhet, por nëse ata të dy bien dakord për këtë gjë dhe e shikojnë të udhës që edhe për te ndjenjave mund të luhet ende pas Big Brotherit, pasi kjo do t'i sjellë atyre le të themi vëmendje në rastin konkret në karrierën e tyre për sa i përket muzikës. Besoj që do t'i përdorin të dyja, do të bien dakord edhe që le të themi kanë ndjenja reale me njëri tjetrin dhe do të jenë çifti që do të bëjë le të themi ose do të mbërthejë më saktë të gjithë shtypin roz gjatë sezonit të verës me projekte me këngë dhe do ta mbajnë të mbërthyer publikun. A besoni që do jetë një çift aq i kërkuar sa ç'ishte ose se ç'është Luizi me Kiarën apo se ç'ishte Romeo dhe Heidi kur dolën nga Big Brother? Ata janë të kërkuar pasi janë ata le të themi protagonistët e këtij Big Brotheri. Nuk mund të bëhet krahasime se sa herë që bëjmë krahasime me Luizin, ai është në tjetër format, ka pasur një tjetër linjë të dashurisë apo të zhvillimit të ndjenjës me Kiarën, ka qenë komplet ndryshe. Gjesti është më energjik, është më djalë që nuk i hyj gjërave thellë siç i thot ai, por pëlqen gjën e momentin, por që janë të dy le të themi on top të shikueshmërisë apo dhe të kërkesës së audiencës është. Pastaj, a ka qenë më shumë Luizi? Patjetër që ka qenë më shumë se ai me Kiarën se sa këta të dy sot.